Fjalët e zjarrta të Skënderbeut nuk I pasoi si zakonisht broritja e minjoheshme e të pranishmëve, as ndonjë aprovim I njëjtë, por pas një intervali dhe madje më shumë, ndërprerje, kështu që dukej mjaft qartë se zemrat e tyre nuk fuqeshin me vullnetin e tij. E megjithëse që e pakta e provuan mendimin e tij, prapse prapi, asnjëri dështuar dhe njëkohësisht për të mos u quajtur më përtac dhe më frikacak se të tjerët. Atëherë vrana Konti u ngrit e tha: "Ne o kapetan, shumë I sprovuar që të ta rrëfej unë I pari. Arsyeën e kësaj plagështie na detyron t'u largohemi me kaq turp. Planeve të tua jo ndonjë frikë, as ndonjë ligështi zemri, as fati I zisëve të gradit që provuam, por vetëm stina e vitit, nga e cila varet zakonisht pjesa më e madhe e punave që duhen bërë. Stina them na këshillon të mos e bëjmë këtë. Ja pak kohë mbetet nga vjeshta, zor të mblidhen ushtar, zor të plotësojmë nevojat e tjera, për rrethimin dhe t'u afrohemi mureve, sepse koha e keqe e dimrit do të na mbështjellë me një tokë të papritur. Me qiellin do të na duhet të luftojmë me tokën. Shirat, akulli dhe bora do të na pengojnë ushtrinë lagmitare për lavdi dhe do të mbrojnë armikun. Dhe me të vërtetë kjo stinë, megjithëse e papërshtatur, për çdo gjë, dëmton sidomos rrethimin e qyteteve, sepse pengesat që sill nuk janë të njëjta për ne dhe për kundërshtarët. Ta do të luftojnë me ne të mbyllur brenda mureve, dhe të mbrojtur nga forcomat, dhe me njërën dorë do të na godasin, e tjetrën do të ripërtërinë me lehtësi fuqinë e tyre, sepse çdo gjë e kanë me shumicë të madhe. Neve përkundrazi do të na duhet të përdorim vetëm këmbënguljen tonë të guximit. Sa për drejtoret, ne e pam mirë në Svetin Grad e në qytetet e tjera, dhe sa pak rëndësi kanë dhe sigurisht në kohë dimri, ato fare pak rëndësi do të kenë. Prandaj unë mendoj se ne duhet t'u largohemi këtyre përpjekjeve të kota dhe kërdisë së ushtarëve dhe se burrat trima duhet ta presin kohën si lundërtarët. Ky vonim nuk e ul as pak guximin tonë, as shton atë të armikut. Sa për luftën persane, më lejohet të shpreh atë që mendoj. Unë fare pak shpresë kam sot me të, sepse do të jetë puna vetëm për një lajm të fortë të asaj lufte. Ose persë do të shtyjnë katitjet e saj për një stinë më të përshtatur. Por nëse ty të duket mendimi yt më për nder e dobi të të gjithëve, ne nuk dalim kundër planeve të tua, ne do të ndjekim me gjithë zemër kudo që të na shpihesh. Fjalët, veprat, vetë kohën do ta përshtatin vullnetin tënd. Dhe ty e le du të jetë për ne të bora, I but dimri dhe ëmbël fort gjithçka. Dhe as mundimet, as vështirësit, as ndonjë lloj rreziku s'ka për të na rënduar në udhëheqjen tënde. Kastrioti, se pa të zor, kur vuri re dëshirën të vetë të na anonte nga ky mendim, si popullor që ishte, e sidomos, sepse shikonte se shumë gjëra nga ato që u tha ishin të vërteta. Prandaj shpërndau mbledhje të ushtrinë dhe I la të gjithë të lirë të ktheheshin në shtëpi, ndërsa ai vetë bashkë me Hamzan, me pak kalorur, shkoi në Pertral. Atje ai kishte lënë të shoqen dhe në fillim të verës, që e bëri pastaj gjatë gjithë kohës së mbretërisë, me qëllim që verën dhe vjeshtën të qëndronte atje për prehje. Kurse kohën tjetër në Kruj, e përjashtim të rasteve, por vinte Mehmeti apo ndonjë mizeri tjetër me ushtar. Dhe era I shqetësuar nga rreziku I madh që kishte përpara dhe tërhall për mbretërinë. I shpinte atë bashkë me gjithë familjen dhe me plaçkën më të çmuar në Kolnihum, qytet bregdetar, tek Venedikasve apo në qytete të tjera më të larta. Rreth kështjellës ishte një fushë me një bukuri të veçantë, si nga jeshia e vet natyrore dhe e vendit, si nga punimi plot kujdes I banorëve. Aq që si mungonte as pemët, as ardhit, as frutat, asgjë nga ato që begatojnë dhe zbukurojnë tokën. Kjo zonja, bashkë me familjen dhe me vargje të pambaruara vajzash dhe me shërbime mbretërore sipas zakonit, kalonte atë pjesë të vitit, dhe të rrotull nga çdo anë e fushë. Ishin pyetje të paafrueshëm dhe ngushtica malesh, për të cilat Skënderbeu mbante ngaherë togje të dëndura luftëtarësh për ruajtjen e saj, dhe vetë qytetin e kishte të pajisur si jo më mirë me burra, armë dhe ushqime për dorëraç. Pasi ndonjë atje pak ditë, solli familjen përsëri në Kruj,